Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha arriti dje në Shtetet e Bashkuara për një vizitë gjatë së cilës do të marrë pjesë në mëngjesin kombëtar të lutjeve në Washington, një forum që mbahet çdo vit në muajin shkurt dhe që grumbullon udhëheqës nga gjithë bota si një rast për të njohur dhe për të vendosur marrëdhënie mes tyre. Zoti Berisha e bëri vizitën e parë në zyrën e antarit të dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, Eliot Engel, një personalitet që interesohet mjaft për çështjet e Kosovës dhe të Shqipërisë. Në takim, zoti Engel e siguroi kryeministrin Berisha se administrata e presidentit Obama do të ndjekë të njëjtën politikë bashkëpunimi me Shqipërinë. Zoti Berisha bëri në takim një prezantim të reformave që ka ndërmarrë vendi i tij në fusha të ndryshme. Kryeministri Berisha pati gjithashtu një darkë zyrtare me senatorin Tom Coburn dhe u prit nga antari i dhomës së përfaqësuesve, Dana Rora Baker. Vizita e zotit Berisha përfshin edhe takime me sekretaren e Departamentit Amerikan të Shtetit Hillary Clinton, me ish kandidatin republikan për president John McCain, me organizatat shqiptaro-amerikane, me delegacionin e Kosovës dhe me përfaqësuesit diplomatik të Prishtinës në Washington.